që ndodhi dhe në një farforme e hiezoj gjithë atë lavt kredibilitet që procesi e mori që prej natës kur u përmbyll, e gjithashtu edhe prej rezultatit i cili u shpall edhe u pranua, e natyrisht edhe gjatë ditës mbarvajtja, që është do të thëtë në kredit të gjithë pjesëmarrësve, të organizatorëve, e në fund edhe subjekteve politike, edhe fituesve, edhe atyre që humbën zgjedhjet. Por unë nuk e besoj se kjo do të ndikoj në humbjen e besimit në procesin zgjedhor. Fatmirësisht po del se shtrembrimet procesit gjithsesht, shtim të votave të një, do me thënë, brenda një liste ose një subjekti për kandidatët që nuk i kanë marrë ato vota, është evidentu dhe duket, deri më tash të paktën, se është e lokalizuar në 2 ose 3 komuna në përgjithësi, në njëre në mënyrë pak më dëvrazh dhe në mënyrë, do me thënë, me numra që ndoshta kemi pasur të pa imagjinueshme se munden me pasa si lëvizje, por që fakti se edhe organet e rendit, edhe gjitha subjektet politike, spari e kanë dënuar, dyti kanë kërku që këto të zbardhen deri në fund, lejnë hapur edhe do të interpretimin deri në fund dhe epilogun që ky proces të ketë kredibilitetin që e meriton, e gjithashtu edhe ata të cilët e kanë marrë guximin, e natyrisht edhe janë angazhu në proces të manipulimit kaq serios të votave, do e marrin edhe dënimin e merituar. Kur po thoni ata që duhet të dënohen, po besoj duhet pajtohemi që komisionerët bashkë kry në vetë zgjedhjen, a? Po kjo është një procedurë e organeve të drejtësisë, absolutisht, është e vërtet që secili që ka përfaqësuar dikënd ose që është mundu të bëj në favor të dikujt tjetër, duhet të tregojë zinxhirin. Natyrisht që çdo gjë duhet të faktohet. Unë më së paku do doja që kjo të mbetet në nivelin e akuzave apo ndër akuzave politike brenda, qoftë brenda subjektit apo në subjekteve në mes veti, për arsye se të gjithë komisionerët para marrjes së detyres dhe para fillimit edhe të procesit të trajnimit nënshkruajnë edhe deklaratën, me cilin e kanë shumë të qartë se cilat janë pasojat në rast se ata nuk sillen ashtu siç në përputhje me ligjin, mbi rëndësinë e lartë që e ka procesi zgjedhor për demokracinë dhe për një shtet. Prandaj nëse ata nuk kanë qenë vetëdijshëm, i kanë marrë të gjitha, kanë marrë gjithçka kanë bërë zotimin, kanë nënshkruar që do të jenë në krye të detyrës dhe në fund janë sjell ashtu siç po shihet se janë sjell disa prej tyre të paktën, atëherë duhet t'i bëjmë pasojat. Por prapë po e them që procesi i cili është në organet të drejtësisë duhet të tregojë këtë zinxhir dhe të faktojë. Qartë, jo, arsyeja pse më ka insistojnë që të punë është që disa dëme shkaktohen shumë më shpejt. Disa tjera janë pak më të kadalshme. Ju jeni një prej atyre politikanëve që keni pas procese gjyqësore që kanë zgjat vite, edhe nashta në letër që ka damtu në kredibilitet. Nuk është që keni hup post deputetit ose keni qenë ma adopt politikisht, nuk e di, ka dhe që si raste janë edhe një 4-5 njerëz të fuqishëm politikisht që një 10 vjet ose pak ma shumë, ose ma pak i janë zvarrit kushtimisht me thonë procedurat edhe emnat e tyne në për gjykata. Mirë po, qëtash, nëse sa njerëz nuk dënohen, na jemi ka rrezikojmë me lehtësi mi abo 10 deputetve që ti e që aty me votat vjetuna. Që kjo e damton kredibilitetin shumë ma shumë se so një mimoz akusore përveçme që është në proces gjyqësor për një rast, ose që ka qenë të lutë nga koha shkuar se është përmbyll fatmirësisht. Kushdo? E qartë. Është një njeri i cili është ka gjykohet, ku me rekondo, ka ministra aktualisht që janë ka gjykohet,